Një, dy, kemi dhe pjesën e elitarëve e cila do na haj patjetër 15 minuta deri në 20 minuta punim me këmbët. Kemi dhe streqe me top, mos e harroni, klikoni për ta parë atë dhe ai është shumë i mirë për pjesën e këmbëve për muskulin më të madh. Kalojmë tek tërheqja militare. Kemi ngritjen dhe përthyerjen përpara. Drejt këmba, përthyemi para. Drejt, përthyemi para. Shputa qëndron 90 gradë. 1, 2, 3 shty, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E njëjta gjë bëhet dhe me këmbën tjetër duke ndruar litarin. Do bëj demonstrimin e ushtrimit në të njëjtën këmbë, pra që mos ndrojmë litarin dhe të mbasim kohë për ushtrimin tjetër të radhës.
Ky ushtrim përsëritet, që sapo bëra, përsëritet 20 herë, herë 4 deri në 5 seri. Nëse mundeni, nëse jo, kalojini ato në 3 seri, por përsëritjet të jenë mbi 15 herë, sepse litarët janë thash për krijimin fibroz dhe ato kërkojnë një numër të madh definicioni pra të përsëritjeve, sepse litari ndihmon shumë në definim dhe definimi kërkon numër të madh ushtrimesh. Kalojmë tek ushtrimi tjetër i radhës. E njëjti pozicion qëndron në ngritjen lart. Kemi tërheqjen dhe shtym lart. 2, 3. Na ndihmon për pjesën fundore të shpinës dhe për vithat. Shtym lart. Shtym lart. Shtym lart. Kur kalojmë tek teta, të njëjtën gjë e mbajmë lart këmbën dhe shtym vetëm lart pa e ulur poshtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, krijojmë një kontraktim në pjesën e gluteusit, në pjesën e pasme dhe në pjesën e gluteusit medium të pjesës së pasme të trupit tonë. E njëjta gjë po me litar është dhe lëvizja për pjesët ancore, të brendshme dhe të jashtme. Jemi në pjesën e jashtme, pozicionohemi me një hap pas, kemi këmbën pozicionuar me hap pas dhe kemi mbajtje të trupit të drejtë dhe hapjen e këmbës anash, duke mos e sjellë në pozicionin fillestar. Pra e mbajmë të kontraktuar. 1, nuk e sjellim në pozicionin fillestar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Përdoret ky ushtrim dhe për të punuar pjesët ancore të barkut. Momentin kur ngrihet këmba, kapet dhe pjesa ancore, kontraktohet pjesa e barkut. Pra disa ushtrime punojnë 2 ose më shumë muskuj njëkohësisht. Pikërisht janë këto ushtrime që ju duhet i përdorni më tepër gjatë palestrës, sidomos në periudhat kur nuk keni kohë ose kur kërkoni rezultat të shpejt. E njëjti ushtrim është dhe për pjesën e brendshme të këmbës. Mbahemi, kalojmë përsëri me një hap pas, krijojmë hapësirën për kalimin e këmbës përpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E njëjta gjë përsëritet 15 apo 20 përsëritje herë 4 ose 5 seri sa të mundni që të arrini për këmbët. Këto janë pozicionet e këmbëve me litar. E njëjta gjë bëhet dhe me këmbën tjetër. Pra, kalojmë litarin në këmbën tjetër dhe e punojmë ata. Kaq ishte për pjesën e ngrohjes së këmbëve me litar. Por, çfarë kemi një program shtesë në momentin kur kemi kohën e duhur që të punojmë përsëri pas litarëve dhe kemi disa minuta për t'i përfunduar ato? Pjesën që na kanë zgjuar litarët, ne e përfundojmë me step. Çfarë është step? E kam shpjeguar që futet tek makineritë që na ndihmon për të realizuar kardio. Kemi thënë që kardio përdoret për zgjimin e zemrës, krijimin e muskulaturës, e forcës së muskulaturës së zemrës, cila na vën zemrën në punë qysh në mëngjes, dhe stepi na ndihmon gjithashtu për të punuar dhe pjesët e muskulit më të madh të trupit të këmbëve. Jemi në step të ngjitur, e rrisim shkallën e forcës së stepit, kam kaluar në një shkallë 8 deri në 10. Pra është shumë. E kam rritur shumë sepse nuk jam në procesin kardio. Përkundrazi, jam në një proces që më duhet e fort, sepse këmbët i kam punuar njëkohësisht me zgjimën e tyre me litar, kam punuar dhe me litarët në kombinat me serit e duhura. Vazhdoj, punoj në step, ku stepi kap 100% pjesën e bicepsit femoral dhe 80% pjesën e quadricepsit. Pra, jam duke punuar pjesën e pasme të këmbëve, ashtu sikur se e punova dhe me litar. Me stepin unë bëj mbylljen e saj dhe stepi nuk e ndaloj gjë në momentin e djegjes së muskulit. Pra, vi duke e rritur 2 minuta me një shkallë. Kemi një nivel tjetër, 2 minuta tjera, kaloj me nivelin 2 minuta të tjera, derisa të kem një djegje të padurueshme dhe të jem e strapacuar. Në momentin kur jam në një pikë të strapacuar, e ul atë deri në 5, pra e zbus që këmbët t'i liroj. Pra filloj të çliroj muskulaturën duke punuar më shpejt dhe nuk e kam më
me një nivel të fort që ma mundon muskulin. Muskuli arriti pikun e tij të punës dhe e çliroj duke e ulur për 2 ose 3 minuta. Dhe kjo është një proces tjetër, mënyra si ju të punoni këmbët, si ti forconi ato, si të nxirrni fibrat e tyre. Të dashur miq, mjaft për sot, takohemi në puntatën në vijim me informacione të tjera mbi fitnessin. Mirupafshim.